Lam të mirë kryetar, shkroi kryeministri Edi Rama në një mesazh homazh për Fatos Nanon, liderin historik të socialistëve dhe njeriu që e përfshiu në politik, të cilin e pasoi në krye të Partisë Socialiste, që u nda nga jeta pas një sëmundje të rëndë. Dikur rival të drejt për drejt në betejat politike, Sali Berisha po ashtu i bëri homazh Fatos Nanos përmes një shënimi në rrjetet sociale, ku e cilësoi si personalitet kryesor i të majtës shqiptare gjatë tranzicionit. Fatos Nano mbyll syt për gjithmonë. Të dashur miq, Fatos Nano ish kryeministër i vendit dhe ish kryetar i Partisë Socialiste, personalitet kryesor i të majtës shqiptare gjatë tranzicionit, mbylli syt për gjithmonë, shkruan Berisha. Berisha theksoi se Fatos Nano ka marrë meritën e reformimit të Partisë Socialiste, anëtarësimin e saj në forume të majta ndërkombëtare, si dhe pranimin nga i vet të rotacionit të pushtetit. Me këtë rast i shpreh ngushëllime familjes, miqve të afërmve të tij dhe socialistëve. Amen, shkruan Berisha. Presidenti Bajram Bega i vlerësoi rolin e liderit socialist Fatos Nano përgjatë tranzicionit të vendit, si dhe politikat reformiste dhe liberale që ai ndoqi përgjatë aktivizimit në politikën shqiptare. Me hidhërim të thellë mësova ndarjen nga jeta të Fatos Nanos, liderit socialist dhe tranzicionit të Shqipërisë në vitet 90 dhe 2000. Fatos Nano do të mbahet mend si lideri liberal dhe reformator. Ngushëllimet i shkojnë familjes, si dhe miqve dhe dashamirësve të shumë të tij, i paharruar, shkroi Begaj në mesazhin e ngushëllimit. Ali Ahmeti, kryetari i BDI-s në Maqedoninë e Veriut, thotë se humbi mikun e vjetër, që ishte vizionar e me urtësi politike, ndërsa Ramush Haradinaj, ish kryeministri i Kosovës, e cilëson Nanon si kontributor kyç i çështjes shqiptare në kohra krize brenda dhe jashtë kufive të Shqipërisë.